zgjej këtu. Të shkuara ishte Ky vit ka filluar me një sëmundshmëri të rritur, është rritur numri i paraqitjeve, po ashtu dhe numri i shtrimeve. Kemi rreth 110 paraqitje në 24 orë. Dhe kemi rreth 12-13 shtrime në ditë. Më shumë paraqiten fëmijë me probleme të traktit respirator, sepse vazhdojmë të jemi në stinën e dimrit. Janë fëmijë me koll, me temperaturë, fëmijë me fishkëllima, fëmijët që janë alergjik, kemi fëmijë me bronkiolite, me otite, por kryesisht predominojnë edhe fëmijët me temperatura rebele me gjendje gripi, pra me gjendje virusale, pa asnjë prekje tjetër. Cilat ndoshta ato grup moshat janë më të prekura nga këto virozat e këtij viti, që duket se është edhe pak agresiv? Apo janë tërësi të gjithë grup moshat? Në tërësi kemi pas gjithë grup moshat, kemi pas dhe bebusha, kemi pas dhe fëmijë të moshave shkollore. Të gjitha grup moshat janë të prekura. Besoj ka pasur edhe raste pak më të rënda. Po, sepse viroza komplikohet. Fëmijët që kanë vetëm temperaturë dhe kjo temperaturë zhduket pa asnjë lloj shenje tjetër në krye të 2-3 ditëve, domethënë kanë marrë mjekime domethënë kanë marrë shërbim në shtëpi, duke ulur temperaturën me antipiretik, duke kujdesur prindit të japin sa më shumë lëngje shtëpie, kryesisht çajra, ndërsa fëmijët që kanë komplikacione dhe ne këtu ngulim këmbë, duke i thënë prindërve që nëse fëmia kur bie temperatura, shikon që gjendja e përgjithshme nuk është e mirë, fëmia nuk ushqehet, duket i lodhur, atëherë patjetër shton kollën, ose orët e temperaturës vijnë duke u zvogluar nga njëra temperaturë te tjetra. Pra temperatura vjen duke u shtuar dhe mbas ditës së 3-4, atëherë ka diçka që shkon patjetër që ky fëmijë duhet vlerësuar dhe në vlerësimet tona shumë shpesh ne kemi pas dhe fëmijë me bronkopneumoni, me pneumoni masive, me pleuropneumoni, të cilët kanë marrë mjekim të shtruar në spital. Në fakt, cilat janë ato këshillat që duhet të reagojnë prindrit në tilla situata apo raste? Keni konstatuar ju që ndoshta prindrit padashje kanë vepruar dhe gabim duke rënduar gjendjen e të vegjëlve? Këshilla jonë është sidomos kur kanë beba të vegjël dhe fëmijë të moshave shkollore në të njëjtin ambient, të kenë kujdes që bebat i vegjël t'i mbajnë në një ambient të pastër, të veçantë, sepse bebat e vegjël 1 muaj, 2 muaj na vijnë pikërisht fëmijë që janë të infektuar nga fëmijët e moshave shkollore që kanë motra dhe vëllezër në shtëpi. Të kenë një ambient sa më të ajrosur, të mundohen të mos t'i evitojnë grumbullimet. Dhe të kenë kujdes të monitorojnë temperaturën, të japin sa më shumë lëngje dhe të jenë vigjilent me gjendjen e përgjithshme të fëmijës tyre. Mendoni që ky vit ndoshta se ju keni shumë vite eksperiencë me të vegjëlit, mund të konsiderohet një ndër më të vështirët të takon virozave tek të vegjëlit? Këtë se them dot, por që një vit që ka pas më shumë shtrime, për shembull janari në pediatrinë tonë ishte një vit me shumë shtrime, më shumë se 2 vitet paraardhës. Një gjë që do Do marri goca fort, me forza. Bravo.